Përshëndetje të dashur miq. Buxheti i ri për 2026 ka një rritje lidhur me pensionet e pensionistëve të Shqipërisë, pra ata të cilët jetojnë në qytet apo në fshat, apo ata të cilët marrin pensione fshati apo qyteti, dhe rritja është minimale, pra nuk është se është një rritje e konsiderueshme e cila do të ndikojë, do të ketë një impakt pozitiv lidhur në buxhetin e pensionistëve, po sadopak është një lloj rritje e cila në vlerë monetare kjo është si më poshtë, që do të thotë për sa i përket pensioneve urban ka një rritje në vlerën e 180 lekëve, pensionet urban të pjesëshëm ka një rritje prej 800 lekësh, pensionet rural ka një rritje prej 1000 lekësh, pensioni familjar ka një rritje prej 700 lekë, pensioni i invaliditetit ka një rritje prej 600 lekë. Pra, në vlerë monetare nuk është se ka një ndikim pozitiv lidhur me pensionistët, duhet shteti apo buxheti i shtetit, qeveria, ata të cilët hartojnë politika dhe propozojnë rritje, duhet të kenë një kujdes më human ndaj pensionistëve, ndaj atyre të cilët kanë kontribuar për të vend, dhe kur vjen puna që në kohën që dalin në pension për të jetuar të qetë, ato vitet të cilët i kanë ngelur për shkak të punës dhe të kontributit që kanë dhënë për të vend, ata ngelen në mëshirë të fatit dhe këto pensione janë mizerabël, janë pensionet më të ulta që ne kemi në Ballkan, po nuk krahasohemi fare edhe me vendet europiane, të cilat janë në Bashkimin Evropian dhe që kanë një standard më të lartë lidhur me jetesën. Por kryeministri Rama ka bërë një deklaratë publike i cili pretendon se rritja e pensioneve do të fillojë çdo vit dhe në vitin 2029 ai parashikon se pensioni mesatar urban do të jetë 40.000 lekë nga 27.350 lekë që është sot. Pra në vlerë mesatare, pra llogaritja është mesatare, pensioni urban i pjesëm do të shkojë pra pensioni urban i pjesëm do të shkojë 32.000 lekë nga 27.350 lekë që është sot, pensioni rural shkon nga 180 lekë, nga 18.000 lekë deri në 11.500 lekë që është sot, pensioni familjar shkon nga 18.000 lekë nga 11.400 lekë që është sot, dhe pensioni invaliditetit shkon nga 30.000 lekë në 20.000 lekë që është sot. Pra kjo është një parashikim që ka bërë Këshilli i Ministrave, një projekcion deri në vitin 2029. Megjithatë, deri atëherë duhet presim se çfarë iniciativash ligjore dhe buxhetore do të ketë nga Këshilli i Ministrave lidhur me shtresën e cila është shtresa më e varfër, shtesa më pa kujdesur nga ana e shtetit dhe nga shoqëria. Pra pensionistët janë ata të cilët duhet të jenë në qendër të vëmendjes të ekzekutivit, të legislativit, por edhe të gjithë ne apo të gjithë shoqërisë son, gjithë ata të cilët janë më të rinj dhe të japin një vëmendje më të madhe ndaj tyre, si në aspektin monetar, por edhe në aspektin emocional apo në aspektin moral për të gjendur pranë zgjidhjes halleve dhe problemeve të tyre. Megjithatë, deri në 2029 mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë.